Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vlezër, dje kemi folur në për vitin e ri 1448. Mendoni pak që nëse ne heqim nga mes gjitha ato 1448, vetëm mendoni pak që jeni në filim. Jeni para 1248. Jeni në këtë dunia, ku jemi duke jetuar, dunia është shumë e thjesht, njerëzit janë duke beru thim me kali, me gomar, janë duke jetuar jeta thjesht të shumë, dhe çdo ven është kufër shirk, njerëzit nuk din asgjë. Nga ato gjithë, është një ven ku duket një dritë, në Ishulli Arab, Makkatul Mukarrama, edhe aty janë njerëzit, një njeri mes kufre dhe shirk, edhe Kaaba që jemi duke parë sot është e rrethuar me 360 idhujt. Njerëzit janë duke bërë tawafi pa roba, disa me roba që kanë marrë roba nga Quraysh, ato që nuk kanë gjetur roba ose ihramit nga Quraysh janë duke bërë tawaf pa roba. Në këtë ambienti, gjahalet është, janë duke luajtur rubigjos, duke pirë alkohol, duke ngrënë çfarë duan mendja tyre. Dhe në këtë situata, një njeri, Muhammed biri Abdullah, biri Abdul Muttalib, biri Hashim, ka fisi Quraysh, që ishte marë titull nga ato, As-Sadiq Al-Amin. Ai është një herë mëngjes, është duke bërë thirrje, ja sabaha. Me këtë thirrje, njerëzit koha sabahu ishte, edhe kuptime sabahu rrezikshëm, mblidhun i shpejt. Janë njerëzit duke ardhur nga shtëpitë e vet në drejtimin e zeri, që ishte thirrur nga Kaaba, nga Safa dhe Marwa. Edhe janë njerëzit duke mblidhur, edhe janë duke pritur që ky biri Abdullah, njeri sinqert, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çfarë ka për të folur para nesh. Në këtë pritje janë, edhe janë duke pritur, duke vinë njerëzit. Edhe në këtë momenti Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është duke thënë një fjala, qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Assalamu alaikum.